Me ardhen e muajve të ftohtë, ne të gjithë i kthehemi ushtrimeve dhe palestrës. Por një mënyrë shumë e mirë për të tonifikuar trupin dhe për të dobësuar, vazhdon të mbetet Miha Bodytech, të cilën e frekuentojnë shpesh edhe shumë prej yjeve tanë. Për vetëm 30 minuta ushtrime. Për me detaje më të hollësishme, ndjekim bashkë materialin përgatitur nga kolegu im Florian Halile. Vendosen në pjesët kryesore të trupit, ku muskujt janë më pasiv e më të mbuluar nga dhjami. Fillojnë punën e tyre me vibrim në pjesët ku muskuli stimulohet më së shumti. Kështu, duke sulmuar dhjamin brenda 20 minutave me ushtrimet më të lehta dhe pesha jo të rënda. E veçanta e këtyre pajisjeve është që kushtohen edhe 3 minuta pas të përfundosh ushtrimet për relax të muskujve, që ndezit e tyre të jenë sa më të buta e pa dhimbje. Qofsa veç kanë qef për me majt një trup të mirë, atër ju të regojna që duhet më kujdes, alkoholi nuk përdoret, Coca-Cola, yndyrnat, duhet një pak sheqerit, qëto sane dhe më thonë që i kanë rëpsisht. Kemi 4 lloje programash: dobësim, largim celulitit, tonifikim dhe forcim. Është e thjeshtë dhe jo sekret mënyra e ruajtjes së formës perfekte të trupit në këto ditë të mbingarkuara nga rutina jetës. Pra Miha Bodytech, thjesht, shpejt